Ndërkohë që vjedhjet dhe cënim prone janë krimet me përqindjen më të lartë. Rritja e këtyre krimeve nga se ndikohet? Atëherë, do analizuar me kujdes, unë mendoj që edhe për shkak të situatës së vështirë ekonomike, të cilën po përballet një pjesë e mirë e shoqërisë shqiptare, rritjes së çmimeve të jashtëzakonshme, inflacionit galopant, rritjes së çmimeve të produkteve bazë, karburante etj. Kosto jetesës në Shqipëri është rritur jashtëzakonisht. Kjo bën që stresat caktuara popullsisë, gjykoj unë, janë të përballura me një vështirësi dhe një varfëri të madhe ekstreme dhe një pjesë e tyre mund të kthehen aktivitetit, po themi, kriminal të vjedhjeve, të grabitjeve, të sulmeve ndaj pronave etj. Kështu që fenomeni i vjedhjes ka të bëjë me rritjen e varfërisë, gjykoj unë. Se dikush që merret me një aktivitet kriminal apo që shkel ligjin, s'ka pse merret me vjedhje kur mund të ketë alternativa të tjera. Gjykoj unë. Sepse vjedhja është një vepër penale në Shqipëri që është relativisht dënohet rënd, nuk dënohet lehtë. Kështu që mendoj që kjo vjen për shkak të varfërisë dhe për shkak të shtimit të kostos jetesës. Tirana është bërë pa jetueshme për një pjesë të madhe të qytetarëve dhe sidomos pensionistëve. Ju e shikoni edhe disa fenomene që mund t'i keni pasqyruar në media muajt e fundit, si një tentativë grabitje tek një bank e nivelit dytë përpara disa javësh, autori deklaroi se për shkak të borxheve, për shkak të situatës ekonomike etj. Ishte detyruar që të kryente ka akt edhe pse dështoi në tentativën e tij. Pra, janë fenomene që i ulët i asaj tentative. Pra nuk justifikon. Po. Jo, absolutisht, po dua të shpjegoj që pse mund të ketë